Tonelata të tëra me lakër kanë mbetur në parcela në zonën e Divjakës. Këtë vit bujësor, fermerët në bashkinë e Divjakës kanë mbjellë rreth 300 hektar me lakër të bardhë me një pritshmëri rreth 1800 ton prodhim. Aktualisht çmimi i shitjes së lakrës në tregun e shumicës së Divjakës është me 70 lekë të vjetra për kilogram. Fermerët shprehen se me çmimin aktual janë të falimentuar, pasi vetëm një fidan të mbjellë e blejnë me 60 deri në 70 lekë të vjetra. Shtoktu kostot nga punimi i tokës, plerimi, spërkatjet, vaditja, vjelja me punëtor dhe nxjerrja në treg. Kostoja mesatare e 1 hektari të mbjellë me lakër deri në shitje shkon afërsisht 7 milion lekë të vjetra. 1 hektar lakër prodhon mesatarisht 65 ton dhe e shumëzuar me 80 lekë për kilogram shitje, i bie që fermeri të marrë 5,2 milion të vjetra për hektar nga 7 milion të shpenzuara. Lakra kokë tani për momentin është me 70 lekë. Për ne si fermer jemi grop, dhe jemi fyt. Kështu që s'kemi çfarë bëjmë, po na përzejmë zor nga Shqipëria. Po na përzej një fidan e blem 70 lekë. Duke filluar nga fidani, dege, plugimi, frezimi, helmet, blerat, jemi katastrofë. Pa llogaritur fuqinë punëtore. Kështu që nuk ja vlen, po na përzen me zor nga Shqipëria, po na përzen, po na bën dita që ti ikim në këtu. Herë e parë që bie kaq bolët. Nuk është hera parë. Nuk është hera parë. Këtu bujësia ka mbaruar çdo gjë. Ka mbaruar. Tu bujësia vlen vetëm për tregtarët që ne prodhojmë mallin, tregtarët fitojnë. Po s'ka tërheqje, nuk ka tërheqje. Ish tregu i dobët, nuk marrin, s'ka aj konsumat, aj marrin. Një tregtar mund marrë 2-3 kujta lakë, 5 kujta lakër, s'ka tërheqje. Vetëm për tregu brendshëm, kaq. S'ka. Po ju si fermer keni interes me këtë çmim kaq të ulët? Po na keqë se van, ta lëm këtë toka të bëjmë frezë, kemi nevojë për 5 lekë, dhe marrim ato 5 lekë dhe është net, kaq. Gjithmonë prodhuesi varet nga tregtari. Po pa treg, edhe prodhuesi ishin në rrugë. S'ka treg, s'ka, edhe prodhuesi dhe ngeli. Pas shpenzimit tona nuk bat laf që të ziren, po munimi që po bëjmë, po vim nana anës tu që pa bim, lark jemi edhe prap nuk ka tërheqje. Kam qysh mëgjesën këtu, e deri tani, po vetë ora 12, ne, s'ka tregtar që ta tërheqë. Pikat e grumbullimit të fruta perimeve që punojnë me eksportin nuk po tërheqin lakër, çka bën që çmimi të jetë tepër i ulët.